Tani, ju mund bërtisti sa të doni, edhe mund të kërkoni dhe dorëheqjen e Ramës. Pa diskutim, vazhdoni. Mami ke minuta këto. Ka mundësi ta dëgjojmë kolegun. Ka mundësi ta dëgjojmë kolegun. Po. Mund vazhdoni. Kur ta marrë, zoti kryetar, kur ta marrojnë këto këngën, unë do të konsumoj minutat e mia. Bani qetësi, ju lutem, dëgjojmë kolegun. S'ka problem. Unë kam minutat e mia. Ju mund vazhdoni këngën. Kur të marroni këngën, jo, s'ka problem. A mbaruat. A të vazhdoj unë. Tani, me që se ju kënduat një këngë që këndohet protest, unë po ju themi gjë. Kjo protest qytetare sigurisht është shumë e bukur. Pa diskutim. Por, është normale në një demokraci të protestohet dhe të kërkohet dorëheqja e kryeministit dhe një qeverie. Është këtë normale, sepse në fundit ne jemi mandatuar nga shqiptar për qeverisë. Por kjo protest ka dhe një risi të bukur. Opozita e vendit tim, që konsideroshte të ishte një institucion moral, paradhoma e pushtetit, atje kërkohet dorëheqja e liderit të opozitës. Ati që ju e zgjodhët me 17 maj, me vot plebiscitare, një antar, një vot. Keni parë ju protest qytetare në botë, që kur kërkon dorëheqjen e qeverisë, thot të dorëhiqet lideri i opozitës? Tani, shkoni atje sonde, edhe shifeni do t'ju pranojnë, apo s'do t'ju pranojnë. Dhe mos rrini anash protestës. Ndërsa ky krau këte, ta përfundoj, lutem. Sepse 4 miliard euro investime, i kërkon Shqipëria, i kërkon shqiptar. Doni paga dhe pensione, duan investime. Kush është kundër investimeve tuaja, dal nga ky krau këte. Ju jeni ata që nuk doni investime tuaja në Shqipëri. Sepse dhe unë e kisha një ëndër në 90-ën. Falë, si këto që kanë dalë sot shesh, e kisha një ëndër në 90-ën. Shqipëria si gjithë Europa, ma premtoj Sali Berisha, është normale që këto rinia që kanë dalë sot duan Europën. Prandaj, mos e pengoni Shqipërinë në Europë. Dhe ndjauni me turp. Shive. Qau, muli, qau pak. Flamur, ngriu kam. Shumë mirë. Një, 2, 3, 4, ngrihen i zori. Ngrihen. Vazhdoni. 3, 2, është refren. Turp, shqiptar, ja ku e keni opozitën që keni votuar me 11 maj, ja ku e keni opozitën. Ramën do ta keni deri në 2029 në kryeministër dhe me votën e shqiptarëve do t'jemi dhe një mandat tjetër. Këtu do t'jemi. Mbajeni mend, këtu do t'jemi. Tani